Ndërsa sezoni turistik po hyn në kulmin e tij, Shëngjini është kthyer në fokus të institucioneve përgjegjëse për garantimin e rendit, sigurisë dhe standardeve në zonat bregdetare. Në një takim me inspektorët dhe strukturat përgjegjëse, drejtori i përgjithshëm i Inspektoratit Qendror, Dashnor Sula, përcolli një mesazh të qartë: zero tolerancë ndaj çdo abuzimi me detyrën. Ai paralajmëroi masa të forta ndaj inspektorëve që shkelin ligjin, duke kërkuar përgjegjësi, korrektësi dhe integritet në ushtrimin e funksioneve të tyre. Sipas Sulës, qytetarët dhe turistët duhet të marrin shërbime cilësore dhe të ndihen të sigurt gjatë gjithë sezonit veror. Puna e inspektorateve në qarkun e Lezhës është shumë e rëndësishme, sidomos tani që jemi zyrtarisht në fillimin, kemi filluar sezonin turistik dhe që fluksi i vizitorëve vendas, qoftë nga Kosova, vendi jon, kombi jon, qoftë edhe turistët e huaj, të cilët Shëngjini sidomos është një destinacion shumë i preferuar dhe turistëve të huaj, dhe që do të thotë që situata do të jenë situata që fluksi i qytetarëve 4 fishohet dhe 5 fishohet gjatë kësaj periudhe, dhe që i del për detyrë që të gjithë inspektoratet rajonale të qarkut të Lezhës do të jenë në lartësinë e duhur për të përballuar këto situata. Sigurisht unë mendoj që pavarësisht po themi promovimi që mund të bëjë turizmi shqiptar, qeveria shqiptare apo institucionet e tjera, por më rëndësishëm mendoj dhe më vlerë ka që opinioni dhe review-t e turistëve të huaj, të cilët në gjatë gjithë territorit të Europës shpërndajnë opinionin e tyre se si është turizmi në Shqipëri. Dhe prandaj që të gjithë institucioneve shqiptare i del për detyrë që të bashkëveprojnë, që të bëjnë sa më të mundur që ky turizëm të jetë në standardet e kërkuara. Një ndër problematikat kryesore të evidentuara në qarkun e Lezhës mbetet zënia e hapësirave publike. Kryeinspektori theksoi se institucionet nuk do të lejojnë cënimin e këtyre hapësirave dhe se do të ndërhyjnë për t'u rikthyer ato qytetarëve. Kontrollet do të fokusohen në disa drejtime kyçe, duke nisur nga siguria në plazhe, monitorimi i lëvizjes së pakontrolluar të mjeteve lundruese si jet skit, garantimi i sigurisë ushqimore në restorante dhe subjekte turistike, si dhe respektimi i normave për ndotjen akustike në bare dhe lokale gjatë orëve të natës. Unë do doja të tërhiqja vëmendjen të gjithë të inspektorateve të rajonale të qarkut të Lezhës që ne nuk do duhet absolutisht të tolerojmë individ të caktuar, subjekte të caktuara, të cilët abuzojnë drejt për drejt me ligjin, në shkeljet të ligjit dhe në kurrizë të interesave të thosha publike të qytetarëve të Lezhës dhe të gjithë turistëve. Dhe për sa përket hapësirave publike, plazheve publike për qytetarët e Lezhës, për qytetarët shqiptar, dhe që subjektet caktuara, të cilët ndoshta edhe me prapavija të forta, të mbështetura, qoftë politike apo qoftë ekzekutive, kushdo qofshin ato, vendore apo qendrore, kanë bërë të mundur që të krijojnë një shqetësim jashtëzakonisht të madh për qytetarët në zaptimin e plazheve publike. Kjo do të jetë e patolerueshme. Policia e shtetit, inspektoratet dhe të gjithë të duhet që këto të jenë në monitorim të përditshëm të kësaj situate për sa përket zaptimin të plazheve publike. E dyta, keni parasysh që fatkeqësisht përpara 2 ditësh ne patëm një ngjarje të rëndë në Saran, fatkeqësisht ku ndodhi ai aksident ujor dhe që përsëri në Lezhë dhe kudo kemi parasysh që do duhet të parandalojmë aksidentet ujore të cilët ndodhin kur janë në praninë e turistëve, e cili mund të jetë një imazh jashtëzakonisht i keq, dhe unë do të tërheq vëmendjen përsëri task force dhe inspektorateve që mos lejojnë që ato zona të përcaktuara për pushimin dhe për notimin e turistëve dhe të gjithë plazhistëve do duhet që të jenë të sigurt, të rreptësisht mos lejohen të afrimit në asnjë xheskie, asnjë motor i ujë dhe asgjë tjetër. Të patolerueshme përsëri tërheq vëmendjen dhe që do ja kërkoj inspektorateve këtu që të parandalojnë dhe mos lejojnë që poshtë ku kanë ambientet për të fjetur resortet të ketë muzikë në kupën e qiellit apo deri në mëngjes dhe që shqetëson të gjithë të velit, fëmijët apo pushuesit. Do duhet që të krijojmë kushte sa më të mira, sa më komode për turistët dhe për të gjithë plazhistët në Shëngjin. Përsëri një problem jashtëzakonisht i madh të cilët unë kam tërhequr vëmendjen dhe dje që ishim në takimin me Durrës dhe që ka firmosur dhe një urdhër të posaçëm përpara javën e kaluar për Agjencinë Kombëtare të Ushqimit, ku kemi krijuar përsëri një
task force të veçantë për të gjithë monitorimin e zonave turistike nga Shkodra, Velipoja deri në Sarandë, pikërisht për të patur mundësinë që të jenë prezente të gjithë inspektorët e AKU-s me forca të shtuara, duke patur parasysh fluksin e madh, duke patur parasysh edhe abuzimin e subjektive të caktuara, ambulant apo të tjerë, të prodhimeve po themi primitive, artizanale, në përbodrume, po gjëra tjera, po përdorin për shembull të mishrave apo të produkte të tjera, të bulmetit e gjëra tjera që do duhet që ne t'i parandalojmë dhe të bëjmë të mundur ndalimin pa diskutim të këtyre produkte të cilët mund të sjellin probleme në ushqimin e plazhistëve, turistëve dhe që larg qoftë mund të kemi situata të vështira të helmimit apo gjëra tjera. Për të garantuar një sezon turistik sa më të sigurt dhe të rregullt, Inspektorati Qendror ka ngritur një task force të posaçme, e cila do të monitorojë në mënyrë intensive zonat turistike në gjithë vendin. Kontrollet do të jenë të përditshme dhe do të përfshin supermarkete, njësi tregtare, subjekte shërbimi dhe tregtar ambulant, me synimin për të garantuar respektimin e ligjit, mbrojtjen e konsumatorit dhe krijimin e standardeve sa më të larta për pushuesit vendas dhe ata të huaj.